Armando Broja ishte titullar dje ndërsa Shqipëria fitoi përballë Serbisë. Sulmuesi kombëtares u paraqit për intervistë pas ndeshjes në mënyrë të pazakontë pasi kishte lënë pas në dhomën e zhveshjes këpucët. Brojës ju përmend fakti i mungesës së golit. Sulmuesi tha për TV Klan se mërzitet, megjithatë dje ishte i gëzuar për faktin se fitoi. Bluzën kujt do ja dhurosh? Nuk e di akoma. A besoje se do ja dilnim sot? Kemi pasur përgatitje shumë të mira prej ditës së parë që kemi ardhur të gjithë çunat shumë gati, të motivuar dhe të përqendruar. Kur kemi ardhur të gjithë bashkë, ishim me një mendje për të fituar ndeshjen dhe sot e arritëm fitoren. E dinim se do të ishte ndeshje vështirë. Ne ishim shumë skuadër e përqendruar dhe e vendosur. Kemi luajtur ndeshje shumë të mirë, jemi mbrojtur shumë mirë të gjithë bashkë. E dinim që Pavlović dhe Kostić do të ktheheshin shumë mbrapa dhe nuk ka pasur shumë hapësirë si në ndeshjen e parë, por ka pasur mundësi për disa raste, sidomos në pjesën e dytë që donin të bënin gol dhe kanë pasur më shumë hapësirë mbrapa. Doja të pasoja se pash Uzunin dhe Rejin aty bashkë, por fusha ishte shumë e keqe, e kapi gropa. Të godisja, kisha mundësi, në atë moment thash Uzuni dhe Rej ndoshta në pozicion më të mirë, thash okej, po u jap topin. Unë jam shumë i gëzuar dhe i gjithë skuadra po ashtu. Mungesa e golit, normale, e vështirë shumë për mua, sulmues jam, kam qejf të bëj golat e jap asist dhe të ndihmoj ekipin, është bërë shumë kohë që nuk kam bërë gol dhe unë mërzitem se njeri jam. Sot isha shumë i gëzuar nga fitoria ama. I lë targën Pavlovićit. Kisha pasur më shumë qejf të ikja përpara, por sot duhet të mbronim shumë.